bëhet pikërisht duke i dhënë mundësi njerëzve që janë në male që të investojnë në harmoni me natyrën dhe që të krijojnë mirëqenie pa qenë të detyruar t'i braktisin ato male për të shkuar dhe për të punuar për të tjerët në Londër apo në Athinë apo në Mynih ose në Tiranë apo në Shkodër apo në Kukës në qytet. Për t'i dhënë mundësinë shumë të rinjve që janë trashëgimtar të atyre pronave në male, që t'i kthehen maleve. Jo për nostalgji, as për t'u bërë murgj, s'ka asgjë të keqe, se kam fjalën aty, por për të bërë ekonomi, për të fituar më shumë se sa fitojnë qytet. Dhe kjo është e mundur, dhe këtë e tregon historia e atyre që po e bëjnë të gjë. Këtë e tregon historia e atyre tek cilët unë po shkoj sot, që jetojnë atje, në Theth, që bëjnë sukses atje, që nga atje çojnë para për familjar që i kanë në Itali. Kjo është Zvicra e vogël, Blerta, e cila kërkon kohën e vet, kërkon punën e vet, po për të cilën sot nuk mund të më thot dot njeri që është një propagandë, është një ëndër e parealizueshme, është diçka jashtë realitetit, sepse në ndërkohë copzat të Zvicrës vogël kanë filluar të lindin dhe të tregojnë se Zvicra e vogël do bahet, Blerta, në malet e Shqipërisë. Do bahet. Po ta them me dialektin e maleve. Do bahet se s'ban. Chestnut Hilli në